A keni parë ndonjëherë një kamion me një aks që fjalë për fjalë fluturon mbi asfalt? Apo keni pyetur veten pse këto bisha të transportit nuk përdorin benzinë si makina juaj? Rruga është plot me këta gjigant, dhe pas pranisë së tyre mbreselënse, ka sekrete inxhinierike që janë magje e pastër praktike. Sot, jo vetëm që do të përgjigjemi këtyre pyetjeve, ne do të çmontojmë nga themelet deri në zemër gjithçka që është të ronë një kamion në makinën më magjepse dhe më të fuqishme që dominon tregtinë botërore. Nëse keni menduar se ishin vetëm të mdhenj dhe të zhumshëm, bëuni gati, sepse ajo që po vjen do të ndryshojë plotësisht mënyrën se si i shihni ata të kalojnë. Shtelat e padukshme të një giganti. Për të kuptuar madhështinë e një kamioni, fillimisht duhet të shikojmë poshtë. Atje, në errësirën nën shasi, gjenden themelet e tij dinamike. Një aks, në esencën e tij më të pastër, është shumë më tepër se një thjesht shufër metalike. Është ura përfundimtare, lidhja që bashkon fuqinë bruto të motorit me kontaktin e ftohtë të asfaltit, dhe në të njëjtën kohë, është skela që shpërndan peshën e pamas të ngarkesës që të mos fundoset nën forcën e vet. Mund të themi se një kamion është para së gjithash një sistem inteligjent aksesh në lëvizje. Dhe brenda këtij sistemi, secili ka një rol të specializuar, një funksion kritik që e bën atë një antar unik të një ekipi të koordinuar në mënyrë perfekte. Në pjesën e përparme, gjejmë gjithmonë mjeshtrit e drejtimit. Akset drejtuese janë ato që marrin urdhrat nga timoni, ato që rrotullohen me një saktësi milimetrike për të udhëhequr dhjetra tonelata në përkthesave kryqëzime. Janë lidhja midis qëllimit të shoferit dhe drejtimit të kolosit. Pastaj, në pjesën e prapme, hyjnë në veprim akset lëvizëse. Këta janë muskujt e operacionit, përgjegjësitë për marrjen e furisë rrotulluese të motorit përmes transmisionit, veshtërimin e saj në një shtutje të pandallshme përpara. Mbi supet e tyre, ose më mirë mbi diferencialet e tyre, bie detyra titanike e mposhtjes së inercisë dhe vënies në lëvizje të gjithë asaj mase. Por historia nuk mbaron këtu. Kur ngarkesa kalon atë që akset lëvizëse mund të mbajnë vet, shfaqen akset mbajtëse. Këta janë shokët besnik për forcimet e heshtura. Nuk drejtojnë, as nuk shtojnë. Misioni i tyre i vetëm dhe jetik është të mbajnë. Vendosen në mënyrë strategjike, qoftë para ose mbrapa akseve lëvizëse, për të shërbyer si kolona mbështetëse shtesë, duke parandalluar që shasia të harkuhet si një urë në një peshë të tepërt. Megjithatë, ekziston një lloj katërtaksi, një aktor që ka revolucionarizuar efikasitetin dhe shkaftësinë e transportit modern. Një aks që mund të zgjedhë të mos punojë. Dhe është pikërisht në këtë gjenialitet ku fillon magjia e vërtet e inxhinierisë së rëndë. Asi sekret nën karroceri. Akset e ngritshme. Tani përqendrova mendjen te ai kamion që sheh duke qarkulluar gjysmëbosh në autostradë. Vëzhgo me kujdes pjesën e tij të prapme ose ndonjëherë një pjesë ndërmjet akseve. A sheh një pallë rrota që duket sikur janë të pezulluara në ajër, duke u rrotulluar ngadalë pa prekur tokën, sikur pluskojnë. Nuk është një iluzion optik, as një defekt mekanik. Është nënshkrimi një prej inovacioneve më inteligjente të industrisë, aksi i ngritshëm. Kjo pajisje është asi sekret që çdo kamionist mban nën mëng, ose më mirë të themi, nën shasi. Fizikisht, duket si një aks mbajtës konvencional, me rrotat e veta, suspensionin dhe frenat e veta. Diferenca radikale qëndron te lidhja e tij. Nuk është i fiksuar në mënyrë të ngurtë. Në vend të kësaj, është i lidhur me një sistem krahësh dhe, gjëja më kryesore, me një mekanizëm që mund ta ngrejë ose ta ulë sipas dëshirës. Vendodhja e tij nuk është e rastësishme. Vendoset në pika strategjike ku pesha shtesë mund të bëjë diferencën, zakonisht menjëherë pas akseve lëvizëse ose në tandemet ndihmës. Analogjia perfekte është ajo e një kraut shtesë. Mendo për një peshëngritës që, për ngarkesa të lehta, përdor vetëm kraut e tij kryesor. Por kur përballet me një shufër të ngarkuar deri në kulm, përdor një palë krah shtesë nga shpina e tij për të shpërndarë sforcimin. Aksi i ngritshëm është ai krah shtesë i kamionit. Kur situata e kërkon, ai mund të ulet duke vendosur rrotat e tij për të prekur tokën dhe për t'u bashkuar me ekipin e mbështetjes. Kur forca e tij nuk është e nevojshme, ai tërhiqet duke u ngritur për të reduktuar fërkimin dhe për të kursyer energji. Kjo aftësi e thjesht për të zgjedhur gjendjen e tij e shndërron një komponent pasiv në një mjet menaxhimi aktiv dhe hap derën për një univers avantazhesh që të i kalojnë anën mekanike për të hyrë në fushën e ekonomisë,
ligjshmërisë dhe sigurisë. Beteja kundër gravitetit dhe ligjit. Shpërndarja e peshës dhe normativat. Armiku numër 1 i një kamioni të ngarkuar nuk është distanca, as edhe një pjerësi e theksuar. Është një parim fizik sa bazik, aq edhe i pamshirshëm. Presioni. Kur 10 tonelata koncentrohen në zonat e vogla të kontaktit të pak gomave, forca e ushtruar mbi asfalt është monumentale. Është e barabartë me vendosjen e 1 tonelate tuash mbi majën e një lapsi. Dëmtimi i trotuarit do të ishte i menjëhershëm dhe i rëndë. Këtu është vendi ku aksi i ngriçëm, duke u udhur, kryen aktin e tij të parë të heroizmit të heshtur, shpërndarjen e peshës. Duke shtuar më shumë pika kontakti me rrugën, pesha totale pushon së qeni e koncentruar në pak goma dhe shpërndahet në mënyrë të barabartë midis të gjithave. Shndërron atë goditje që kanë të koncentruar dhe shkatëruese në një goditje të gjerë dhe të menaxhueshme. Kjo shpërndarje nuk është vetëm një çështje fizikës elegante, është një detyrim ligjor. Çdo shtet, çdo krahin, madje edhe çdo bashki ka rregullat e veta për peshën maksimale për aks dhe për mjetin në tërësi. Këto ligje nuk janë kapricoze, janë krijuar për të mbrojtur infrastrukturën rrugore, urat dhe, në fund të fundit, sigurinë e të gjithë përdoruesve. Një kamion i mbingarkuar është një kërcënim lëvizës. Akset e ngriçme bëhen pra mjeti i saktësisë për të lundruar në këtë labirint ligjor. Një shofer që i afrohet një peshoreje kontrolli ose që planifikon një rrugë përmes jurisdiksioneve të ndryshme, ka në atë ndërprerës të kabinës çelësin e tij kryesor. Nëse pesha është në limit në disa akse, ulja e aksit të ngriçëm rishpërndan kilogramët automatikisht, duke e kthyer automjetin brenda ligjshmërisë me vetëm një klikim. Shmang gjobat e kushtueshme, vonesat nga bllokimi dhe konsumimin e parakohshëm të rrugëve që të gjithë paguajmë. Është arti i shmangjes së gravitetit dhe ligjit, duke përdorur inteligjencën në vend të forcës bruto. Arti i ekuilibrit. Efikasiteti, konsumi dhe hepi i shoferit. Por jeta e një kamioni nuk është vetëm me ngarkesë maksimale dhe autostrada. Ka udhëtime kthimi bosh, transferime me ngarkesa të lehta dhe pjesë të gjata rruge ku çdo pikë karburanti vlen. Këtu është vendi ku dualiteti i aksit të ngritshëm shkëlqen me dritën e vet. Mendo për rezistencën ndaj rrotullimit. Çdo gomë që rrotullohet në kontakt me asfaltin gjeneron fërkim dhe motori duhet të shpenzojë energji të çmuar, domethënë karburant, për ta mposhtur atë. Më shumë akse të udhur do të thotë më shumë goma që tërhiqen zvarr dhe për rrjedhoj më shumë rezistencë. Kur kamioni është i lehtë, mbajtja e një aksi shtesë duke pekur tokën është si të vraposh një maraton me çizme pune. Është një shpenzim energjie i panevojshëm dhe i paefektshëm. Ngritja e tij është si të heqësh ato çizme dhe të veshësh atletet e vrapit. Rezistenca ulet drastikisht. Shifrat janë bindëse. Ngritja e një aksi të papërdorur mund të përmirësojë efikasitetin e karburantit në një përqindje të ndjeshme, e cila gjatë qindra mijëra kilometrave në vit përkthehet në mijëra dollar të kursier në pompën e naftës. Ky kursim ka një binjak që quhet reduktimi i konsumit. Një aks i ngritur është një aks që nuk rrotullohet në ngarkesë, gomat e të cilit nuk fërkohen pas trotuarit, kushinetat dhe komponentët e suspensonit të cilit shijojnë një pushim të merituar. Jeta e këtyre elementeve zgjatet në mënyrë të jashtëzakonshme. Dërimet e gomave, një nga zërat më të kushtueshëm të mirëmbajtjes, hapësirohen në kohë. Vizitat në servis për riparime në suspenson bëhen më të rralla. Në botën e pamshirshme të transportit, ku marzet e fitimit maten me qindarka për kilometër, kjo aftësi për të reduktuar si konsumin e karburantit, ashtu edhe konsumimin e komponentëve, nuk është vetëm një avantazh teknik. Është një strategji mbijetese ekonomike. Është arti i ekuilibrit të përsosur midis kapacitetit maksimal dhe efikasitetit minimal, të gjitha të kontrolluara nga komoditeti i kabinës. Përtej forces, siguria dhe kontrolli në çdo KTS. Deri tani kemi folur për peshën, parat dhe ligjet, por ka një aspekt që vlen më shumë se të gjitha ato bashk: siguria. Një kamion është, sipas përkufizimit, një objekt me një qendër graviteti të lartë dhe një masë të madhe, dy karakteristika që e bëjnë atë potencialisht të paqëndrueshëm. Këtu, akset e ngritshme pushojnë së qeni një mjet ekonomik ose ligjor për të shndërruar në një sistem mbrojtjeje aktiv. Kur janë të ulur dhe në kontakt me tokën, kontributi i tyre për sigurinë është i dyfisht dhe i fuqishëm. Së pari, ato japin fuci frenimi.
Frenat e një kamioni nuk janë vetëm në rrotat e para dhe ato të pasme lëvizse. Çdo aks, duke përfshirë edhe ata të ngriçmit kur ulen, ka setin e vet të pllakave dhe tambureve ose disqeve. Duke shtuar më shumë rrota me kapacitet për të frenuar, distanca e nevojshme për të ndaluar mjetin e ngarkuar reduktohet në mënyrë kritike. Në një emergjencë, ato frena shtesë mund të jenë diferenca midis një frike dhe një tragjedie. Së duti, dhe mbase më e rëndësishmja, ato japin stabilitet. Në një kthes të theksuar, forca centrifugale tenton ta përmbys kamionin drejt pjesës së jashtme. Me më shumë akse në tokë, baza e mbështetjes zgjerohet. Gomat shtesë veprojnë si pika spirancë shtesë, duke shpërndar forcat anësore dhe duke mbajtur mjetin të mbjellë me fermitet. Kjo shpërndarje e peshës dhe gjerësia e rrugës është vitale në manovrat evazive të papritura ose gjatë qarkullimit mbi sipërfaqe të rrethare si shi i dendur, borë ose akull. Rreziku i një rrëshqitjeje të pakontrolluar ose më e keqja, një përmbysjeje zvoglohet në mënyrë eksponenciale. Në këtë kontekst, ulja e akseve nuk është një opsion logjistik, është një vendim sigurie. Është shoferi që aktivizon burojen e tij të stabilitetit, duke e ditur se ato goma shtesë janë në rojet e tij të padukshme në çdo kthes, në çdo frenim, në çdo kilometër të një udhëtimi që duhet të përfundojë mirë. Magia pneumatike. Si funksionon ky sistem genial. Pas gjithë këtij diskutimi për përfitimet e tij, është momenti të pyesim veten. Si dreqin funksionon kjo mrekulli? Mekanika pas një aksi të ngritshëm është një shembull i thjeshtësisë elegante, një magji pneumatike që shndërron ajrin e komprimuar në kontroll total. Zemra e sistemit nuk është një ingranazh kompleks hidraulik, por i njëjti sistemi suspensionit pneumatik që kamioni tashmë ka për të zbutur mashimin. Akset e ngritshme janë të lidhura me këtë qark ajri përmes disa elementeve kyç, çantat e ajrit ose calet. Këto cale janë dhoma fleksibël dhe rezistente, të ngjashme me tullumbaçe të përforcuara, të vendosura midis shasisë së kamionit dhe kraut mbështetës të aksit. Magjia ndodh kur shoferi, nga froni i tij në kabinë, shtup një ndërprerës. Duke aktivizuar komandën për ngritje, një valvul elektronike hapet dhe lejon që ajri i komprimuar nga depozitat e kamionit të rrjedh drejt çantave. Këto fryen, duke u zgjeruar me forcë. Duke u fryrë, ato shtuajnë kraun e aksit lart, duke ngritur fjalë për fjalë rrotat nga toka dhe duke i fiksuar ato në një pozicion pushimi, të mbrojtura nga konsumi. Aksi mbetet i pezulluar, jo aktiv. Kur vjen momenti për ta pasur nevojë, shoferi shtup përsëri ndërprerësin, tani në pozicionin për ulje. Valvula ndryshon, ajri ikën nga çantat në mënyrë të kontrolluar dhe çlirohet në atmosferë. Calet shfryen, duke humbur vëlim dhe presion. Graviteti, i ndihmuar her pas here nga një sustë e lehtë ose vetë pesha e mekanizmit, bën pjesën tjetër. Aksi zbret me butësi, derisa gomat e tij të bëjnë kontakt të fortë me rrugën, gati për të marrë pjesën e tyre të ngarkesës. E gjithë kompleksiteti i fizikës dhe inxhinierisë reduktohet në veprimin e një gishti mbi një buton. Është bukuria e teknologjisë së aplikuar. Fshehja e një rjeti llogaritjesh dhe force pas një ndërfaqeje aq intuitiv sa çdo kush mund ta zotërojë. Ky sistem nuk është vetëm inteligjent, është i fortë dhe i besueshëm, i projektuar për të funksionuar mirë herë nën kushtet më të vështira, duke siguruar që ai krah shtesë të jetë gjithmonë gati për të vepruar kur rruga ta kërkojë. Por zotërimi i peshës është vetëm gjysma e historisë. Shpirti i vërtet i këtij kolosi, arsyeja pse ai mund të tërheqë një masë të tillë, rreth në një zemër të teknologjisë brutale dhe efikasitetit të llogaritur në milimetër. Një zemër që, kundër asaj që shumë mendojnë, nuk punon me benzinë. Motoret, forca dhe lufta për efikasitet. Kemi parë se si skeleti prej qeliku i kamionit zotëron artin e shpërndarjes së peshës. Por një skelet, sado i fortë të jetë, është i kot pa muskuj që e lëvizin. Tani zbresim në brendësi të bishës, në bërthamën ku farktohet forca që sfidon fizikën. Ky nuk është një motor çfarëdo. Nuk është zemra e rafinuar dhe revolucionarizuar e një makine sportive. Ky është një blok i fuqisë së papërpunuar, një farkë e rrotullimit të projektuar në një premisë unike, të lëviz, të palëvizshmen. Është një makinë ku konceptet e kuajve të fuqisë dhe rrotullimeve për minutë marrin një plan të dytë përballë një fiale të vetme të shenjtë: rrotullimi,
Dhe për të kuptuar pse ky gjigant rreh me naftë dhe jo me benzinë, duhet të udhtojmë pas në kohë dhe të zbërthejmë një betejë kimike dhe fizike që u vendos pothuajse një shekull më parë, jo në pista, por në miniera dhe portet e ngarkimit të botës. 5. E benzina asnjëherë nuk mundi me peshën e botës. Në agjimin e shekullit të 20, panorama e transportit të rënd ishte një kaos avulli. Tërheqje e kafshësh dhe motorëve të parë dhe të ashpër me djegje të brendshme. Midis tyre, benzina ishte mbretëresha e padiskutueshme. Ishte karburanti i disponueshëm, ai që ushqente makinat që fillonin të popullonin rrugët. Dukej logjike që edhe kamionët e parë të pinin nga i njëjti furnizues. Megjithatë, nëse sot sheh çdo autostradë, ajo mbretëri është zhdukur pa lënë gjurmë. Nuk ishte një grusht shteti teknologjik i papritur, por një humbje ngadaltë ve e pashmangshme përballë një të vërtetë fundamentale. Benzina, me natyrën e saj të paqëndrueshme dhe shpërtyese, është e shkëlqyer për të arritur rrotullime të larta dhe një fuqi të shpejtë, perfekte për të përshpejtuar një automjet të lehtë. Por transporti ngarkesës nuk ka të bëjë me shpejtësinë, ka të bëjë me forcën e papërpunuar të aplikuar që nga çasti i parë ku shoferi lëshon frenat. Ka të bëjë me rrotullimin. Dhe këtu hyn një koncept kimik vendimtar: densiteti energjetik. Nafta, në përbërjen e saj molekulare, është një karburant më i rëndë, me vargje hidrokarburesh më të gjata se benzina. Kjo do të thotë se në çdo litër naftë ka të paketuar më shumë energji potenciale, më shumë fuqi latente që pret të çlirohet. Benzina, më e lehtë dhe më e rafinuar, thjesht nuk mund të konkurojë në këtë aspekt. Energjia e saj është më e aksesueshme, por edhe më pak e koncentruar. Për televizor 30, 40 ose 60 tonelata, të nevojitet sasia më e madhe e energjisë së mundshme për çdo pikë karburanti, dhe të nevojitet ta nxjerrësh atë energji jo me shpërthime të shpejta, por me një shtytje konstante dhe shkatëruese. Benzina asnjëherë nuk mundi ta ofronte atë shtytje që nga rrotullimet e ulta. Natyra e saj ishte të vraponte, jo të shtunte. Dhe në botën e transportit të rënd, të shtush është e vetmja gjë që ka rëndësi. Sekreti në komprimim. Origjina e rrotullimit brutal. Atëhere, si nxirret ajo forcë jashtëzakonshme nga nafta? Përgjigja qëndron në shenjtroren e dhushme dhe të kontrolluar të cilindrit. Për të gjeneruar rrotullim masiv, inxhinierët kanë nevojë që pistoni të ushtrojë presionin më të madh të mundshëm mbi boshtin motorik gjatë lëvizjes së tij zbritse. Mënyra më direkte për të arritur këtë është zgjatja e asaj rruge, vënia e më shumë kohe dhe leve pistonit për të shtyrë. Por fizika është një mësuese kërkuese. Duke zgjatur rrugën e pistonit, redukton vëllimin e dhomës së djegjes kur ai mbërrin në pikën më të lartë. Kjo rrit drastikisht komprimimin e përzierjes së ajrit dhe karburantit brenda cilindrit. Dhe këtu arrim në pikën e tyjerjes. Benzina, me rezistencën e saj të ulët ndaj vetëndezjes, nuk toleron mirë komprimimet ekstreme. Nëse e komprimojmë shumë, ajo ndizet në mënyrë të pakontrolluar dhe të parakoshme, në një fenomen që shkatëron motorin. Është si të tentosh të shtysh një shkëmb gjigant me një shpërthim baruti. Goditja është e dhunshme, por e pakoordinuar dhe e dëmshme. Nafta, në të kundërt, zotëron një cilësi kimike të ndryshme. Është më e vështirë të ndizet me shkëndi, por kur i nështrohet një komprimimi ekstrem, ajri brenda cilindrit nxehet aq shumë saq, duke injektuar karburantin e pluhurosur Hall. Ai ndizet në mënyrë uniforme dhe të kontrolluar nga presioni dhe nxehtësia, jo nga një shkëndi. Është parimi i ndezjes me komprimim. Kjo lejon që motorët me naftë të operojnë me raporte komprimimi astronomike, shpesh 2 fish ose 3 fish më të larta se ato të një motori me benzinë. Ai komprimim monstruoz është ai që gjeneron presionin titanik mbi kokën e pistonit, që përkthehet në një rrotullim mahnitës që nga rrotullimet më të ulta. Nuk është një shpërthim, është një djegje nga zgjerimi i kontrolluar, një shtytje konstante si ajo e një peshëngritësi olimpik. Ky është sekreti alkimik. Nafta nuk është më e fortë prej magjie. Është i vetmi karburant mjaftueshëm i fortë për të përballuar torturat e komprimimit të nevojshme, për të gjeneruar forcën që lëviz male me mallra. Per te forces brute. Efikasiteti pampostur i naftes. Gjenerimi i rrotullimit brutal do të ishte një arritje e kotë nëse kostoja e tij do të ishte e paqëndrueshme. Por motori me naftë arrin diçka që duket si një kontradiktë.
Është në të njëjtën kohë më i forti dhe më kursimtari. Kjo është arsyeja e vërtet e dominimit të tij absolut. Efikasiteti i tij është një pasojë direkte e mënyrës së tij të punës. Së pari, densiteti i lartë energjetik për të cilin folëm. Me më shumë energji për litër, ka nevojë për më pak vëlim karburanti për të prodhuar të njëjtën fuqi si një motor me benzinë. Së duti dhe më e rëndësishmja, raporti i tij shumë i lartë i komprimimit. Në një motor, efikasiteti termik, sa energjia e karburantit shndërrohet në punë reale dhe nuk humbet në nxehtësi, rritet me komprimimin. Duke munduar të komprimojë përzierjen shumë më tepër, nafta nxjerr një pjesë më të madhe të energjisë nga çdo molekulë karburanti. Rezultati matet në kilometra për litër. Ndërsa një kamion hipotetik me benzinë mund të përshkonte mbase 2 kilometra me 1 litër, një naftë moderne mund të arrijë lehtësisht 3 ose më shumë. Leticojmë këto shifra në realitetin e një flote. Imagjino një kamion që përshkon 121 kilometra në vit. Me një konsum efikas të naftës, kostoja vjetore në karburant mund të jetë rreth $6.000. Një motor me benzinë, me efikasitetin e tij të dobët, mund ta shumëzonte atë shifër deri në 8 ose 10 herë për të njëjtën distancë, duke kalluar $51 lehtësisht. Tani shumëzoje atë për një flot prej 50, prej 100 kamionësh. Diferenca nuk është një kursim, është vija që ndan rentabilitetin nga falimentimi. Në një biznes ku karburanti mund të përfaqësojë më shumë se 1/3 e kostove operative, ky efikasitet nuk është një avantazh konkurrues. Është vetë ajri që thith kompania. Çdo centimetër kub naftë që digjet përkthehet në qindarka fitimi që benzina thjesht do t'i kishte marrë me vete përmes tubit të shkarkimit në nxehtësi vetëm. Forca brute e naftës është mbreselënëse, por kursimi i saj është ai që e ka kurorëzuar si mbret. Tureshmerja ka arrin 1.000.000 kilometra. Ka një arsye pse sheh kamion me dekada vjetërsie që ende lëvizin në rrugë, ndërsa është e rrallë të gjesh një makinë me benzinë me një kilometrazh të tillë. Durëshmëria e motorit me naftë është legjendare, pothuajse mitologjike. Kjo nuk është një aksident, por rezultati i një dizajni të farkëtuar në kudrën e kërkesës. Një motor i ndërtuar për të përballuar presione komprimimi kolosale dhe për të gjeneruar rrotullim masiv nuk mund të jetë i brisht. Komponentët e tij janë, për nevojë, të përmasave të mëdha. Bloqet e motorit janë më të trash dhe më të rëndë. Boshtet motorike janë më të fortë, kushinetat më të mëdha dhe gjithë kompleksi është projektuar për një stres konstant, jo për maja rrotullimesh të larta. Përveç kësaj, ato operojnë me rrotullime shumë më të ulta se homologët e tyre me benzinë. Më pak rrotullime do të thotë më pak cikle konsumimi për minutë, më pak fërkim të brendshëm dhe më pak nxehtësi të gjeneruar. Nafta në vetvete vepron edhe si një lubrifikant i lehtë, gjë që kontribuon në jetën e sistemit të injektimit. Rezultati është një makinë që jo vetëm punon fort, por e bën këtë gjatë një kohe pothuajse të paimagjinueshme. Është e zakonshme, asgjë e rrallë, të dëgjosh histori të kamionëve tërheqës që kalojnë 1.000.000 kilometra pa një rishikim të madh të motorit, për sa kohë që mirëmbajtja bazë ka qenë rigoroze. Kjo jetëgjatësi përkthehet direkt në ekuacionin ekonomik. Më pak kohë i ndaluar në servis do të thotë më shumë kohë në rrugë duke gjeneruar të ardhura. Intervalet midis ndërrimeve të vajit janë më të gjata, rishikimet e mëdha janë të ndara nga vite shërbimi. Për një transportues, një motor me naftë nuk është një shpenzim, është një aktiv afatgjat, një kal beteje, te i cili mund të besoj për të përshkuar gjatësinë e një kontinenti, përsëri dhe përsëri, gjatë jetës utile të disa makinave të pasagjerëve. Është investimi përfundimtar në besueshmëri. Brec bregdetar Atlantik, motore kolosale në Evropë, përballë atyre pragmatike në SHBA. Vëzgo me vëmendje rrugët e dy botëve. Në Evropë do të shohësh kamion me kabina kompakte, por që fshehin bisha mekanike si Scania V 816 litrave dhe 770 kuajve, ose Volvo D 16 i linjës së drejtë me 750 kuaj, të aftë për të gjeneruar më shumë se 3700 Nm rrotullim. Kaloni oqeanin drejt Shteteve të Bashkuara dhe fuqia maksimale sillet rreth 605 kuajve, me një rrotullim që me vështirësi kalon 2780 Nm, pavarësisht se kamionët amerikan janë fizikisht më të mëdhenj.
Pse kjo mos përputhje nëse detyra është e njëjtë? Përgjigja është një koktejl gjeografie, legjislacioni dhe kulture. Në Shtetet e Bashkuara, limiti i peshës federale për një kompleks gjysmërimor kjo është 80.000 pound, rreth 36 tonelata. Rrugët ndërshtetërore janë të gjata, të drejta dhe me pjerësi të buta në shumicën e tyre. Një motor prej 500 deri në 600 kuaj me 2500 Nm është më se i mjaftueshëm për këtë detyrë në mënyrë efikase dhe të besueshme. Nuk ka nevojë fizike as ekonomike për motor më të mëdhenj dhe më të kushtueshëm. Evropa është një puzzle i ndryshëm. Me 27 vende ka një pafundësi rregullash. Në kombe si Suedia ose Finlanda, peshat maksimale ligjore për konfigurime speciale mund të arrijnë në 60, 76 ose madje 90 tonelata. Përveç kësaj, gjeografia evropiane është e mbushur me male, me rrugë të ngushta dhe pjerësi të theksuara në Alp, Pirenej apo Ballkan. Të ngjitësh 70 tonelata nëpër një qaf mali kërkon një rrotullim deskomunal dhe konstant, një detyrë për të cilën motorët kolosal evropian janë projektuar. Kësaj i shtohet një faktor kulturor. Në Evropë, kamioni ka një status më personal. Shoferët investojnë në personalizimin e mjetit të tyre, dhe një motor i madh dhe i fuqishëm, veçanërisht një V8 me tingullin e tij karakteristik, është një simbol prestigji dhe krenarie. Një magnet për të tërhequr shoferët më të mirë në një treg pune shumë konkurrues. Në Shtetet e Bashkuara, kamioni është më shumë një mjet i pastër dhe pragmatizmi komandon. Është demonstrimi i përsosur se inxhinieria nuk kërkon zgjidhjen më të fuqishme, por atë më të përshtatshme për mjedisin. Erdhëm gjakja tashme guron. Elektrifikimi dhe për te karburantit fosil. Mbretëria e naftës, megjithatë, tashmë dëgjon ulërimat e së ardhmes. Elektrifikimi premton një botë me emetime zero, rrotullim të menjëhershëm që nga zero rrotullime dhe një mirëmbajtje rrënjësisht të thjeshtuar. Tinglon si ëndra perfekte. Por për transportin e rënd të distancave të gjata, kjo ëndër përplaset me mure realiteti shumë konkrete. I pari është pesha. Bateritë e nevojshme për t'i dhënë një kamioni prej 40 tonelatash, një autonomi utile prej 500 kilometrash, mund të peshojnë ato vetë disa tonelata, duke vjedhur ngarkesë të vlefshme dhe duke rritur konsumin e të gjithë komponentëve. I dyti është infrastruktura. Karikimi një baterie me një kapacitet të tillë nuk është si të vendosësh në prizë një celular. Kërkon stacione mega karikimi me fuqi ekstreme dhe orë të tëra bllokimi, kohë në të cilën kamioni nuk gjeneron të ardhura. I treti dhe më kritiku është kostoja. Çmimi i blerjes së një kamioni elektrik të rënd është aktualisht ndalues dhe zëvendësimi i baterive të tij gjigante në fund të jetës së tyre utile përfaqëson një të panjohur ekonomike tmerruese. Alternativat të tjera, si gazi natyror i lëngshëm, ofrojnë emetime më të ulta, por një infrastrukturë furnizimi të kufizuar dhe një densitet energjetik ende më të vogël. Hidrogjeni, qoftë në celula karburanti apo motor djegjie të përshtatur, shkëlqen në horizont si një premtim autonomie dhe furnizimi të shpejtë, por provimi i hidrogjenit të gjelbër është i shtrenjtë dhe rjeti i stacioneve të hidrogjenit është pothuajse inekzistent. Në këtë panoram, motori me naftë nuk bahet për inerci, por sepse, sot për sot, vazhdon të jetë zgjidhja më e ekuilibruar. Ofron densitetin energjetik, infrastrukturën globale, autonomin, koston totale të pronësisë dhe besueshmërinë që industria ka nevojë për të funksionuar. Evolucioni i tij nuk ka ndaluar. Naftat moderne janë makina efikase dhe të pastra të paimagjinueshme para 2 dekadash. E ardhmja është elektrike dhe me hidrogjen, padyshim, por tranzicioni për transportin e rënd do të jetë i gjatë dhe kompleks. Për momentin, dhe gjatë viteve të ardhshme, zemra me naftë, e përmirësuar dhe optimizuar, do të vazhdojë të jetë rrahja që lëviz botën. Pra, herën tjetër që një nga këta kolos do t'ju parakalojë në rrugë, nuk do të shihni më vetëm një mjet të madh dhe të zhurmshëm. Do të shihni një kryevepër inxhinierie në 2 akte. Në pjesën e tij të poshtme, një balet aksesh inteligjent që pallosen dhe shpallosen, duke shpërndar peshën me saktësinë e një kirurgu për të mbrojtur rrugën, për të përmbushur ligjin dhe për t'u kapur pas asfaltit me këmbënguljen e një gladiatori. Nëse ky udhtim në qendër të genialitetit të tyre ju ka ndryshuar mënyrën se si i shikoni ata, atëherë misioni im është përmbushur. Regjistrohuni për të mos humbur herën tjetër kur të çmontojmë një tjetër nga makinat që bëjnë botën të rrotullohet. Deri herën tjetër, në rrugën e njohurive.